Novoseja, ashtu si edhe Shishtaveci, njihet prej vitesh për kultivimin e patatës bio, një nga produktet më të spikatura të kësaj zone malore, por vitet të fundit fermerët po përballen me vështirësi serioze në shitjen e prodhimit të tyre. Ata thonë se mungesa e një tregu të sigurt për patatën vendase është bërë një shqetësim gjithnjë e më i madh, ndërsa situata është përkeqësuar edhe më shumë nga futja në treg e patatave të importit, të cilat shpesh shiten më lehtë dhe me çmime konkurruese. Për patatet alon në grupi kena, pa shitjen. Shpresojmë se do t'i shesëm patatet. A mendoni se mund të ketë trega, se gjithmonë ka pas problem? Problem nuk ka treg, shitje patatesh tonë. Shkon e morën në jashtetit e patatet tona të vendit rrinë tonë. Këtu në zonën e Shishtavecit, Novosej, tu te stanet, a kultivohet shumë patatje? Po, kultivohet shumë patatje këtu në zona jonë. Shkon e morën patatet e jashtme tona t'i lënë këtu, në gropa. Ti për shembull vetë sa merr? 100 kuintal patate. E sa shet për shembull nëse krahasoj me vitet e kaluara për shembull, afërsisht? Afërsisht 120, 180 kuintal më shumë jo. Pjesën tjetër ku e çon çemit? Pjesën tjetër lopët e han. A është çmimi i mirë? Nuk ka ku është çmimi i mirë, 450 lekë patatja ka shku. Po ç'a duhet që vazhdimisht është fort për patatë, ç'a duhet me ndërhyj këtu ministria bujqësi? Ministria, shteti do të më marrë to, jo ja shtetit morën patatet të tona të pjesën grop. Si vetë, nuk ka rreth se kërë. Nuk e ka kërku fort tregu, se ka nga. Pse? Nuk duhet, zakonisht, kanë sjellë nga jashtë. Se, kur s'ka pas, asë du me ditë sa patate kjera në këto. Ja. Për pasoj, shumë fermerë po e humbasin interesin për kultivimin, edhe pse toka e Novosejit dhe e gjithë zonës së Shishtavecit mbetet ndër më të përshtatshmet për prodhimin e patatës së cilësore dhe bio. Janë pak su tash kanë ngel, s'punojnë, ples kanë ngel. S'punojnë, po ju kanë ngel, ato si punojnë ka pak. Unë mbellën një dilim di qameti ma shumë 3. Shko, kush i punojë, 3 kanë ik, ples si punojnë. Në një zonë kur bujqësia ka qenë për dekada burimi kryesor i të ardhurave, vështirësitë në tregtimin e patatës po ndikojnë drejt për drejt në ekonominë familjare, duke shtuar pasigurinë për të ardhmen e fermerëve dhe duke rritur rrezikun e braktisjes së tokave.